Pak më parë po bënim një parantezë për rritjen e beft të numrit të ndjekësve në Instagramin e Ektitakos. Tani mos si e gjykon? Është një rritje natyrale 340k nga 200 e pak që ishte, bëhet fjalë për punë çështje 2-3 ditësh, mos gaboj, nuk jam shumë e sigurt. 3 ditësh, 4 ditësh plus minus. Si të duket ty si një shef i kësaj pune? Tani do të marr të telefon do. Po, si mendon ti? Po më lejemi gosrat. Tani, të vërtetën e vërtet normalisht e di vetëm Instagrami vet, Meta kompania. Normalisht. Por, çfarë mund të themi nga eksperjenca është që është goxha normale që për një kohë shumë të shkurtër të rriten ato followers në Instagram ose çdo lloj tjetër në mënyrë kaq drastike. Ose nëse rriten sepse ndodh diçka, ato vazhdojnë të rriten, nuk ndalojnë. Do thonë nuk është se ti merr për 2 ditë 100-200.000 followers edhe pastaj stopohet atje. Është e pamundur. Pra the anormale, jo normale. Është anormale, po, anormale. Dhe përveç asaj duhet të shikojmë edhe a ka pasur ndonjë diçka që ka ndodhur në shtëpi, që mund të jetë një nga arsyet pse janë rritur, që lidhet me këtë gjë. Nuk besoj se ka pasur. Jo, ai është larguar diçka tek një javë plus minus. Dhe këto 3-4 ditë të fundit përpostin story në mos gaboj. Por nuk ka, po jo, ndonjë gjë, me fjalë e njëjta gjë ka heshtur dhe me shumë të drejtë. Gjithashtu nuk e kuptoj pse e ka bërë privat Instagramin, që mos kemi ndoshta edhe mundësinë të shikojmë kush janë ato followers të ri. Kur nuk e kemi, domethënë. Për shembull, ato mund dallojnë, të dalin atje të emra indiane, pakistane, kështu. E aty dallohet. Ato të mund të shehen, nuk e kam asun follow që të bëni këtë gjë, por pra po thua që është anormale. Është anormale. Kjo ndodh edhe me këngët e muzikës në YouTube, është diçka që ne shikojmë çdo ditë. Këngë që marrin ditën e parë 1 milion, ditën e dytë 2 milion dhe pastaj ecën me 200 klikime ditë. Që është anormale. Sa përqind mund të themi që mund të ishte një shifër normale, pra brenda 100k që janë rritur plus minus gjithmonë, se nuk duan nga dita e parë. Sa përqind mund të jenë real dhe sa jo real siç dhe supozuam që mund të jetë? Taj me followers është pak e vështirë se ti bie që i ke bindur personat të ndjekin ty. Jo vetëm të shikojnë materialet që ke krijuar. Kështu që followers zakonisht rriten me një tempo diku te 2-5% çdo ditë. Kjo është normale. Çdo gjë mbi kësaj duhet të ketë një arsye. Nëse është 2 fishimi brenda një dite, është e pamundur.